Babe si të quajnë? Mu më quajnë në Zhebzeshe nga fshati Zogaj. Bashkë me qëta dësha mirë si jem këtu. Ne jem një halë shumë të malë që kem pej vite që e vurë këtë. Problemi kërësor rruga. Problemi dytë është ujë me vadit me punu tokën, me vadit me bon dishka. Pse nuk ka ujë për vadit? Kem po s'ka kanali, nuk pastohet kanali, s'ma ta si në hyrën kalasë s'ku gjo, rezervoarja plot ujë atje, na jesim pa ujë tu, nuk ka nuk është dorën ta. Që nga 90 e sot. Na kem problem që janë ato shnësin, as kem mjek, as kem qenë shtësore, as sa jem njerëz të maruam. Të maruam totalisht. 80% e këtij populli këtu jem pleq, dikush ka 2 veta, dikush ka 1, nuk kem ku më shku ma keq është me varë vetë, ose me varë vetën. Një person, një njeri me zonë gjarë, i vdes këtu. Te ta shojmë në Gjakovës, në ku ma i vdes njeri. Se këtu nuk ka në dërështet, në 3 pikas kyqës jo për me mbjetu njeri ju, na nuk i kem. Tonë të ke rrugë, dhe të mojtë të javë. Ty kanë rrugë e sigurume. Në mërë të zëtë një. Kom shku denë pra më tërë mas kriministit me thonë për rrugë, deputetve drejshit e bjet e këtojt bashkis në kanë rrë, në kanë mashtruat të tanë. Kus ka rrit, me emrat përveqa? Në ka rrë, tonë dojtur se Partisë Demokratike sa kënë pështet. Ata iki pa tjetë të mërinë, e socialista, ta dhe mozi, ata ka nëjtë, e gjetë, ta 12, ta 16. Vete këmë taku këministë, këmë ka përkrajnë në trapoj. Cilin, Ramën? Ramën, po, në pallat sportin, e takove edhe? E këmë taku, më kapin policë, sa qa bon, sa shokum i bon, shisan kë. Qa kemë më boni, sa falë me këto mrapa ke maj, po. Po, edhe i kemë thonë për rrugë, ta dhe ashtojmë, dole për pojë krytojt bashkis, dur krytojt bashkis, folë aty nuk mala, s'malan të jetë se kisha pashkuajnë me që ku duhet, se do më kratë, folë në taj dhe këtoj policisë, ta dele folë, për të maj, kom të rëshbebere, për të tonë rrugën e keni gati, ja bon këtu, asë një gjëma vërtet. Të në ranë, në paguj takse, në paguj gjithë shka, e plek privat në spitalin si në Gjakovë, si atje për një smut. Në që dash në ka sektu një infermier pej zherke, është një katun atje në qafë durës. Një infermier ka sektu, më ka të me ardhë me punë gjogaj. Shush vjena e pej tje këto? Kur e di zhjën rogën e merë, që është jonë 4-5 punëtorë që të rrugë, një punëtorë për nën, tjetë e mojnë rogën, as gjë kush me këtullu, as me po, as me folë me ne, si kaq. Hipotetikisht, erdhi punëtori, ka një lopate, Po, s'ka material me punë në rrugë. Se mund t'jenë dhe 10 ata punëtore. Jo, po qashtu. I lutëm kryeministit të Shqipërisë, jem takuar në Bram Cur, personalisht unë me ty, na keni premtuar rrugën dhe për mes SBB-t, e gjithë njerëzve tu që i kanë me ta, premtimin se ke majt, asnjë gjë për këtë fshat e për këtë zonë nuk e bën. I lutëm shumë. Na nisë rrugën të na bën këtë rrugë që ne të mjetojmë ose për ndryshe kemë marrë totalisht. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. E gjoni dhe vet. Kaq vend i bukur, kjo natyrë perfekte, njerëzit diskutojnë jetën se i Gjarpri nuk shkojnë dot në spital. Spital s'ka. S'ka as në Has, s'ka as Tropoj. Shkojnë në Gjakovë. Shqyqyr që është Gjakova për këta njerëz. Ndërkohë që janë shtetas shqiptar, jetojnë 6 kilometra nga dogana e Qafprushit dhe fshati quhet Zogaj.